dikur I burgosur politik në një nga periudhat më të vështira të vendit, sot është shembull I forcës dhe shpresës. I Bush Vishi I ka dhënë jetës një kuptim të ri. Aty ku dikur kishte pranga, sot ka liri, një liri që shprehet përmes bletëve dhe jetës së qetë që ka ndërtuar. Mirë se keni ardhur në Dubravën e Kaçanikut, një fshat rreth Sharrit në një lartësi mbijetare 600-700 metra. Për ne është vendi më I bukur, sepse është vendlindja jonë. Keni ardhur në familjen e I Bush Vishit. Unë jam I Bush Vishi. I Bush Vishi nuk është thjesht një bletar, ai është një udhërrëfyes, një dëshmi se shpirti I lirë nuk burgoset kurrë, se pas çdo errësire ka një agim. Përpara luftës nuk kam qenë I punësuar, ndërkohë që pas luftës po. Fillimisht kam qenë profesor I gjuhës shqipe dhe letërsisë në shkollën profesionale në Kaçanik për një 3 vjet e gjysmë. Pastaj kam kaluar në drejtorinë e kulturës rreth 4 vjet, ndërkohë që isha edhe antar I asamblesë komunale për 2 mandate. Pas këtyre punëve dhe veprimtarive kam kaluar në gjimnazin Skënderbeu në Kaçanik, në cilësinë e drejtorit për 12 vjet dhe ju afruam vitit të pensionimit. Natyrisht se çdo njeri që është kurreshtar dhe interesohet se çka tutje, me që pensionimi nuk është fjalë e fundit, atëherë u provokuam pozitivisht që të merreshim me veprimtarinë që përmendet edhe ju, me kopshtarinë fillimisht sepse një parcel arre kam mbjell më herët derisa isha në punë, po edhe me bletarinë që tani kemi verën e tretë. Ishte kjo qëllimi që ta përmbush kohën edhe në këto segmente. Sot, ai ndihmon të rinjët të mësojnë këtë zanat, ndërton me ta, ndan me ta, sepse liria, thot ai, ka kuptim vetëm kur e ndan me të tjerët. Fillimisht më ka shoqëruar vullneti e jo dia që kam pasur në bletarinë. Natyrisht që kam shfletuar edhe përpara ndonjë shkrim në libër apo edhe rrjetet e ndryshme që tashmë po dihet sa janë në shërbim, mirë po nuk kisha ndonjë përvojë. Edhe fillimisht kur startuam me rreth 20 koshere, më ka ndihmuar një kushëri imi, Fadil Vishi, I cili ka trashëguar edhe nga prindërit e vet, po jo me ndonjë njohuri tepër të theksuar. Ndërkohë, në verën e dytë kemi kontaktuar me zotëri Merus Salihun nga Ferizaj, I cili është një bletar I njohur dhe është ekspert I kësaj fushë, I cili mi ka kthyer tërësisht për së dhe përveç që përkrajes her pas hershme, më ka ndihmuar edhe në shtimin e numrit të tyre, në trajtimin e veçantë profesional që t'i mbajmë gjithmonë këto shëndosh, kështu që vera e dytë e bledhve ka qenë pak më e frytshme, ndërkohë që në të tretën jemi më të kënaqur, pra si vetë. I Bushi në një copë toke ka arritur një plantacion me ara, ku çdo pemë mban historinë e një njeriu që zgjodhi të mbjell jetë aty ku dikur I ishte mohuar liria. Ne kemi një sort të afirmuar tashmë, që vjen nga importi qendër nga Turqia, ndërkohë që një pjesë na I kanë dhuru komuna, jo vetëm mua, po disa fermerëve, pastaj numrin e tyre kanë plotësuar edhe nga fondi familjar, kështu që aktualisht I kam rreth 150 fidane. Shumica prej tyre janë në verën e 7, ndërsa
pjesa tjetër janë më të reja për 2 vjet. Kemi një përshtypje që qytetarët tashmë po i shprehin shumë nevoja, janë edhe më të vetëdijsuar për dobinë e këtyre 2 prodhimeve. Mirë po sa i përket tregut të arave, ajo nuk është problem fare. Kështu na thonë edhe kolegët tjerë fermerë, bile na garantojnë që vetëm a jeni prodhuesi tyre se ne do ta sigurojmë tregun. Kështu bindshëm na flet edhe një mik dhe furnizues i yni, Sami Muharrema nga Suareka, prej cilit kemi marrë disa fidane, na ka furnizuar. Edhe ai ka kapacitete shumë më të mëdha dhe thotë që nuk mund ta përmbush tregun sa është kërkesa. Aty ku dikur kishte pranga, tani ka fryte mjalt dhe arra të pastra. Toka jonë është një prodhimtarie mesatare, mirë po për pemët përgjigjet më tepër se sa për kulturat tjera bujqësore. Përpara Dubrava ka qenë vend i qershive. Kështu e kanë quajtur, sepse ishte një pemë jashtëzakonisht e përhapur, domethënë karakteristike e këtij mesi. Tash nuk është në sasi të tillë edhe nuk është që janë njerëzit të varur aq tepër nga kjo prodhimtari siç kanë qenë përpara pleqtarë. Ndërkohë që tash edhe në bazë të konsultimeve dhe informacioneve që kemi nga ekspertët, toka jonë këtu përgjigjet pikërisht edhe për kulturën e arrës. Dhe po shpresojmë. I Bushvishi është edhe shkrimtar. Në vitet e Pasburgut, fjalët që i kishte mbajtur të gjalla në mendje u derdhën në poezi. Edhe shkrimet më përmbushin. Nuk jam ndonjë autor i njohur, deri tash jam bashkautori një monografie për Gjimnazin Skënderbeu. Kam botuar një përmbledhje të poezive me titull Dritën të teze, pret të shoh botimin edhe një studim për poetikën e poetit të më njohur tani të ndjer Bedri Hysa. Është një projekt që ma ka përkrahur edhe Drejtoria e Kulturës, për çka jam mirënjohës. Sigurisht brenda këtij viti do ta shoh dritën e botimit edhe. Merr me shkrime her pas her, më shumë për përmbushjen time shpirtërore se sa që të ofroja një cilësi tepër të veçantë krahasuar me autorë të tjerë. Ai nuk është thjesht një bletar, është një bujk i tokës dhe i shpirtit, një poet i lirisë, një mësues i qetësisë dhe vlerës njerëzore. Ekzistenca e njeriut dhe përmbushja dhe kulturore, morale, shpirtërore nuk varet vetëm nga një veprimtari e posaçme speciale. Po koha kërkon përmbushet në aspektet nga fusha të ndryshme, pra edhe me bujqësinë, edhe me bletarinë, edhe me kopshtarinë, edhe me shkrimet, me librat, me rrjetet e ndryshme tani që janë kulturë e kohës e kështu me radhë. Dhe siç më pati thënë djalim në një rast që s'po kemi kohë, tha kohë kemi mjaft, po nuk kemi për ta humbur. Kështu që edhe të rinjve do t'ju thosha të mos e humbin kohën, por ta përmbushin në mënyrë konstruktive në të mirë të jetës së tyre. I Bushvishi tha se do të vazhdoj të mirët me punët e fshatit sepse vetëm këto i japin qetësi.